me SPAK, prokurori Dritan Prençi, ka kërkuar të gjithë dosjet e këtij tendri në Ministrinë e Infrastrukturës dhe në ARS. Mund të pyes para zgjedhjeve? Në mund kupton para zgjedhjeve. Dhe në momentin që kur u kërkua kjo dosje, po ta keni vënë re, ta keni ndjekur dinamikën e raportimeve të mediave, prokurori është ndodhur në sulm nga disa media, duke i tërhequr vëmendjen që duhet të hetojnë senatorin e Tiranës dhe jo pikërisht tendrat e Ministrisë të Infrastrukturës. Pra tani media mund të bëjë detyrën dhe mund të raportojë për këtë do, por strategjinë e hetimit të një prokurori apo të strategjinë e hetimit të një hetuesi nuk e bën dot media. Sigurisht që e orienton. Mund të ngrej pikpyetje, mund të bëj kritika, se duhet ta themi edhe këtë. Unë e di shumë mirë se që duhet të bëj media dhe duhet të ngrej dhe pikpyetje dhe duhet të sjellë dhe fakte, por që u pa që ishte një sulm i koordinuar pikërisht mbi figurën e prokurorit Dritan Prençi. Dhe tani koha e ka treguar pse. Për të devijuar apo për të si thuash që mos u merr me këtë çështje, po merru pikërisht me senatorin sepse është afera më e madhe korrupsionit. Pavarësisht se ata duhet hetuar, por që rasti e solli që dilte Belinda Balluku në telefonat e tij dhe padyshim të hapesh një procedim tjetër i dytë. Dhe erdhëm në kohën që pilafi nuk bante më ujë, sepse edhe vepra penale. Pak, se ndjesi ndërpresën ton, po më duhet ta bëj këtë pyetje. Pikërisht në kuadrin e asaj që ne përmendëm të kritikës apo të ngritjes së pikpyetjeve dhe të precedenteve që tek e fundit Eltona janë krijuar dhe në momente të caktuara, me dosje të caktuara, ku është thënë, ti e di shumë mirë, do të ketë arrestime në këtë muaj, do të ketë kështu, ka zhvillime etj etj. Pra, vjen pyetja pse tani, pse kaq vonë kur kemi parasysh një dosje ose një çështje të nisur që nga viti ose për një procedurë viti 2021, po. Sepse duke qenë se tendri është zhvilluar në dhjetor të vitit 2021, nga momenti kur është kryer vepra penale dhe deri në momentin ku jemi sot, jemi në limitet e afatit kohor të hetimit të një dosje dhe komunikimit të akuzave. Nëse ti e ke konstatuar shkeljen penale dhe nëse shkelja penale është kryer në një kohë të hershme, që është viti 2021, dhe ti je në limitet e hetimit dhe të nxjerrjes së përgjegjësve të kësaj vepre penale, padyshim që duhet të marrësh masa, sepse përndryshe nëse nuk i merr brenda një afati 5 vjeçar, atëherë vepra penale parashkruhet Armela dhe automatikisht ti amnistohesh përmes afatit, sepse çdo vepër penale e ka një afat procedurial që hetohesh. Nëse ti kalon këtë kohë që e përcakton dhe ligji procedurial, padyshim që ti amnistohesh dhe e kalon proceduralisht, si thua, e kalon situatën juridike duke mos u hetuar më, sepse është parashkruar. E qartë. E para, dhe e dyta është fakti që edhe situata politike faktikisht është ka arritur që një situatë që është nder gjithçka. Po ta shikoni që nga 10 shkurtit 2025 nuk ka pasur arrestime politike apo çështje politike për sa i përket figurave të nivelit të lartë. Për nivelit të lartë, nuk po themi për kryetarët të Bashkisë së Vaudeës, që është një pa fyer askënd, është një bashkie ka dëris 4. Nga ana tjetër, akuzat publike kanë janë shtuar. Pra, akuzat publike që shtohen? Presioni publik është shtuar, presioni mediatik është shtuar mbi institucionin e SPAK-ut, dhe vim në një kohë që në kulmin e këtyre akuzave dhe në kulmin e presionit mediatik dhe publik, padyshim që i duhesh edhe një emër, siç ishte një emër i nivelit të lartë, Belinda Balluku. Padyshim që zoja në fjalë edhe mund të mos vi javën e ardhshme për shkak edhe të agjendës edhe të ndodhjes së saj jashtë shtetit. Çfarë ndodh? Ma sero pak të momentit që t'ia sqarojmë publikut, pra, çfarë ka ndodhur tani? Më sero pak momentin si ka mbritur shkresa, në çfarë cilësie dhe çfarë mund të ndodh tani, pra çfarë mund ose duhet të bëjë Belinda Balluku për ta kuptuar. Tashi jemi në fazën e